Pas gati 3 javësh protesta në Spaç, punonësit e minierës së Bakrit janë zhvendosur në kryeqytet para kuvendit. Duam kontratë kolektive dhe dialog social. Me pankarta në duar dhe thirrje për drejtësi, 10 minatorë u mblodhën për të kërkuar zgjidhje për kërkesat e tyre të neglizhuara prej kohësh. Kërkesa është njoftja e sindikatës, edhe kushtet e barabarta. Gati bajnë 9 vjet që punojnë në kompani, që se ka filluar punë kompania. Kërkesat sipas tyre janë thelbësore për garantimin e sigurisë minimale dhe respektimin e të drejtave të tyre. Gjithmonë kemi pas probleme të tilla në atë kompani, duke mos na pranu as sindikatën, kemi tentuar edhe 2 herë tjera që ta krijojmë sindikatën, por nuk ka pas rezultat 2 herët e para. Tani jemi të vendosur që do bëjmë sindikatën, deshen dhe s'deshen ato. Ata pretendojnë që sindikata jonë është e pa rregull. Të gjithë këto punëtorë këtu vetëm drejtësi kërkojnë, asgjë më tepër. Minatorët shprehin se kompania turke nuk ka dhënë ende asnjë përgjigje, ndërsa paralajmërojnë se nuk do të tërhiqen pa një marrëveshje të qartë. Minatorët kërkojnë rikthimin e dinjitetit të punëtorëve të nën tokës, duke kujtuar rrezikun e përditshëm, ndërsa pagat e tyre janë shumë të ulta.